Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Shqip, në Dritare Televizion, do flasim për politikë. Por së pari do bëj një prezantim, nuk ja thash, po ja the me njerë tani, jemi live, po pse zoti Neli Demi, tani që na duhen më shumë psikiatër, ju po bëheni politikan, që ndodhi kështu? Ne kemi shumë nevojë për... Ndoshta edhe në politikë duhen psikiatër, edhe në parlament mund duhen psikiatër dhe psikoterapist, kështu që konvergojnë, le të themi, nevojat dhe oferta ime në këtë rast. Sepse vërtet, tani, jo se s'kemi pasur dikur nevojë, po tani kemi më të shprehur, tani flasim, dhe nevoja për të folur me një psikoterapist apo për të këshilluar me psikiatrin është bërë shumë e madhe, po e vërtet është, po të këtë politikan të mirë, do kemi nevojë më pak për psikiatr. Po jo vetëm, nuk është vetëm politikan më të mirë. Mendoj që duke qenë në një nivel tjetër ku bëhen ligjet, bëhet politika e ditës, sigurisht mund të kontribuojë edhe për sa i përket, le të themi, profesionit apo vokacionit tim, apo nevojave që popullata ka për shërbime të tilla, pasi fatkeqësisht kam vënë re që ka një stagnacion, le të themi, të zhvillimeve të reformës shëndetit mendor që në fillim të viteve 2000 nisi me një vrull goxhat të rëndësishëm dhe ishte një mbarvajtje e cila përmendej edhe në Europë si një shembull suksesi. Vitet 2000? Po, në fillim të viteve 2000. Pse, çfarë patin ato kohë? Po, sigurisht që ishte më e lehtë për të ndikuar, sepse në atë kohë nuk kishte pothuajse asgjë për sa i përket shërbimeve të shëndetit mendor, ishin vetëm spitalet psikiatrike, 4 spitale psikiatrike, dhe me fillimin e reformës filluan të ngrihen struktura të reja komunitare, tipeve të ndryshme, patjetër. Por, edhe me gjithë këtë, le themi, rënje më shumë në sy për shkak të, le themi, të zbrastisë që ekzistonte më përpara, bajmë mend që u bë një plan veprimi, u bë një strategji... Qeveria Nano? Në fillim po, dhe më pas vazhdoi deri, le themi, deri në vitin 2014-2015 që të ecë gjithë gjë. Më pas ngecje. Pati një ngecje, do thoja gati themi asgjësim i planeve. Do të thënë koha qeveria Rama, ministre Manasirliu, për këtë, jo, s'ka qenë Manasirliu atëre kur është mbyllur, apo çrëndsi kapën. Po nuk ka shumë rëndësi, do thoja. Unë kam qenë pjesë e hartimit të strategjive dhe të planeve të veprimit, dhe që ishin strategji dhe planet të cilat u ndërtuan mbi ecurinë e të gjitha hapave që ishin bërë ndërkohë. Fatkeqësisht nga ajo periudhë deri më sot, nëse do ta kuantifikoja, le të themi, realizimin e atyre planeve të veprimit, një 10-15% të objektivave mund të janë realizuar. Në fakt, ne ishim bashkë para disa kohësh folëm për nevojën e madhe dhe ulëritëse që ka shoqëria për të kuruar ose për të folur, për të komunikuar, më thënë. Patjetër. Drejtan. Ju ndoshta një moment në Facebook, ju shkruanit për filmin Adoleshenca, që po ngacmon të gjithë botën, po ngacmon më shumë prindërit e adoleshentëve, po të gjithë ne. Ja, duke ndaluar pak tek ky film, më shumë për ta ilustruar, unë dua të ndaloj tek fakti që shoqëria jonë e politizuar nuk i hapet diskutimit. Për shembull, ne kishim një rast të ngjashëm, jo krejt, po na u vran 2 fëmijë. Po patjetër. Dhe na u vran dhe mund të dy, se ai kishte në burg është i vrarë. Shumë i ngjashëm. Ne politizuam rastin. Ne e bëm tani nuk e kthyem në një hermetik, e kthyem dhe unë kur shoh atë nënën që qan unë plas. Po mendoj Rodina. Dhe vazhdojmë me politizojmë. Mendoj Rodina, kjo vjen për shkak të mungesës veprimit institucional ose varfërisë të ndikimit institucional apo të veprimit institucional. Dhe ç'a ngelet tjetër pastaj për të bërë është të politizojmë, në qoftë nga pala sulmuese, siç mund të jenë opozita që përdor ndoshta gjithçka dhe në rastet caktuara edhe në një mënyrë jo etike, po qoftë edhe nga ana e pushtetit dhe e qeverisë, që mbrohet dhe izolohet në atë pozicionin
mbrojtës që nuk prodhon asgjë fatkeqësisht. Ndërkohë që në filmin në serialin që ju përmendët, më thënë, është një serial mi ndërtuar mjeshtërisht, do thoja, unë jo vetëm nga ana teknike, por sidomos nga ana përmbajtësore. Dhe në çdo seri jepen aspekte të ndryshme të ngjarjes dhe të reagimeve të niveleve të ndryshme. Nuk e di ju nëse e keni parë, po jo. E kam parë gjithë ato. Njësoj. Nuk u largova dhe unë mendoj që është një film që duhet ta shikojnë sidomos prindrit, se ne tani po flasim që fëmijët, unë nuk e bëra me vajzën time, folëm në fillim, po nuk e bëra, po problemi është ke ne. Jemi ne që se dim çfarë ndodh në derën tjetër. Problemi është te ne si prindër, problemi është te ne si ndikues në opinionin publik, problemi është te ne si profesionist, le të themi të fushave të ndryshme, por që ashtu siç kemi diskutuar edhe kohën e herën e fundit që kemi folur bashk, media ka një rol shumë të rëndësishëm në këtë aspekt. Po, shumë të rëndësishëm që ne nuk po arrim ta besojmë edhe ta përdorim. Ja të tregoj një rast tjetër përsëri me YouTube-in, ne patëm fotografinë kur foli bashkimshehu për ilustrim të babait të tij, të vetvrar, edhe u përmend ky fakt. Dhe YouTube-i e bllokoi. Dhe shkruajti disa herë që nëse dikush ka mendime vetvrasëse, ju duhet të na lajmëroni, si mund t'ju ndihmojmë. Domethënë tani është edukim, edukat. Që ti duhet ta shoqërosh me këshillën. Mbaj mend që kur kemi folur për vetvrasjen, unë kam theksuar faktin që çdo artikull, çdo emision, çdo video ilustruese apo çdo lajm që jepet, shoqërohet me atë disclaimerin, domethënë me atë informacionin mbi vendet ku personat të cilët kanë probleme të ngjashme apo kanë shqetësime që mund të ndodhin, le të themi, problemet e vetvrasjes apo të vetëdëntimit mund t'i drejtohen. Pra është një politikë e ndërtuar në mënyrë metikuloze, do thoja unë, që le të themi ndikon në nivele të ndryshme. E folëm atëherë dhe mua kjo më bëri përshtypje, madje në një moment që s'po duroja dot, se s'pushonin emailët, nëse ju mendoni vetvrasjen, po jo, më thash, nuk mendoj gjë, po ç'të bëj që na u ndryshuar coveri. Dhe hiku, por kjo është e vërteta që shoqëria jonë ka shumë nevojë të flasë, shumë nevojë komunikojë dhe sidomos kur ka ngjarje të tilla, të cilat në rastin e dy familje të ardhura në Tiranë, me gjithë problemet e tyre, me gjithë sakrificat, me gjithë mundin, me gjithë tragjedin që ra në supe, shoqëria mund të hapet pak, edhe jo vetëm të politizojë ngjarjen, po dhe të diskutojë për ngjarjen, që të shpëtojnë fëmijë të tjerë, të cilët janë aty, duke pritur të kuptojnë kush është i forti se atë do imitojnë. Fatkeqësisht. Ndërkohë, ju në një shoqëri ku ende po kërkohet me cilin të fortë të bëhem, ju zgjodhët të bëshit me Lulzim Bashën. Po. Si ta gjej këtë? Keni një njohje të hershme, keni një pëlqim për partinë? Unë nuk kam pasur njohje më përpara me zotin Basha. Dhe sigurisht lidhja me të nuk ka të bëjë me preferencat personale apo me stilin le të themi me eksperiencat e tij politike, ka të bëjë me atë çfarë në fakt ndodhi mbas shtatorit të vitit 2021, ku mënyra se si unë mendoja edhe më përpara mbi politikën në Shqipëri, mbi dinamikat brenda politikës, mbi çfarë politika synonte, çfarë politika prodhonte, marrëdhëniet brenda forcave politike, po edhe brenda një force politike, dhe mbas asaj atyre vendimeve të forta dhe të rëndësishme që zoti Basha mori në shtator të 2021-shit, unë ndjeva që është hapësirë e vetme që ndoshta unë mund të përfshihem. Përzënia e Berishës nga PD-ja ka qenë momenti vendimtar për ju? Po. Doni të përfshiheshit në PD-n pa Berishë? Po nuk ka të bëj, nuk është e personalizuar gjëja, ka të bëj me
me ndalimin e së vjetrës, e ndikimit të së vjetrës, e ndikimit të ati qarku vicioz në cilën ne ishim futur, ku nuk ripërtërieshin qoftë figurat, po qoftë dhe idet. Dhe që ne mund të sillnim, mund të prodhonim figura të caktuara në momente të caktuara, por thelbi i mënyrës të bërit politik ngeleri i njëjtë. Më vjen mirë të them që nuk kam ish gënjur me mënyrën se si kanë shkuar gjërat mbas atij momenti. Po, sepse gjërat ndryshuan shumë mbas atij momenti, nuk. Po, patjetër. Nga njëra anë sigurisht është e dhimbshme të shohësh se si evoluan disa gjëra, po nga ana tjetër, për arsye që unë vendosa të marr pjesë aktivisht në politikë, më vjen mirë që qoftë zoti Basha, për qoftë edhe pjesa e grupimit, le themi, që e mbështeti atë, nuk ka ndryshuar asnjë presje nga ajo qasje në atë periudhë, qoftë përsa i përket mbështetjes të drejtësisë, qoftë përsa i përket aleancës pak kushtëzuar, le themi, me aleatët tonë strategjik, qoftë përsa i përket mënyrës së re të bërit politikës dhe sistemit të ri zgjedhor që duhet implementuar për të lejuar pikërisht demokratizimin e të bërjes politike. Ju jeni në listë të hapur, pse jeni? Ne jemi të gjithë në listë të hapur, vendimi për ta bërë këtë gjë në fakt ishte një protest dhe ironi me sistemin e bunkerizuar, le themi, të listave të mbyllura. Dhe ne tani e dim, le themi, se çfarë funksioni kanë këto lista të mbyllura për të dyja këto partitë kryesore që janë në garë. Atëherë në listën hapur të koalicionit Euroatlantik, ashtu siç janë gjithë, zoti Basha, jemi gjithë në listë katra, hapur. Se na është fiksuar kjo katra që bën atë shenjën. Ai mirë bën me ato, e ka fiksuar. Sa gjëra ka? Këto janë në themi strategjitë të cilat janë studiuara. Kush i bën këto strategjitë aty te ju? Janë strategët e fushatave, një pjesë tuaj, një pjesë shqiptar, sigurisht. Përdorin aktualitetin, shohin se si mesazhet ngjisin dhe si reagojnë njerëzit, këmbgulin të vazhdohet ose të ndryshohet në bazë të reagimeve. Patjetër që nuk është një le themi një impuls, mund të ketë nisur si një impuls, por mënyra se si është reaguar më pas. Por është rëndësishme të them këtë gjë, sepse kam marrë shumë feedback, për qoftë edhe nga njerëz miqësor me mua, më thënë, ku kanë rezerva mbi këtë pjesën vulgare, le themi, të këtij komunikimi me dise. Orame. Po. Por në fakt janë 2-3 shprehje aty të cilat janë shumë politike dhe në përmbajtjen e tyre ku i ke shokët. Po, Orame ku i ke shokët dhe 77-313. Pra, këto janë sloganët dhe pastaj mbulesa është po sigurisht argutuese, le të thuash. Po sepse në çdo aktivitet tjetër, partijak apo në intervista gjithçka është shpjeguar në detaje se çfarë do të thotë kjo gjë, Orame ku i ke shokët dhe 77. Nuk e dia Bashën, nuk kam shumë vite që e njoh. Unë praktikisht jam një njeriu që kam interesuar për herë të parë me një staturë serioze, një ideal i qartë, artikuluar, por nuk e dia që ishte Gallataxhi, domethënë në nuk e njeh atë. Unë kam njohur relativisht vonë. E keni njohur vonë. Ju e dini që Basha ishte kaq. Unë kam takuar për herë të parë në vitin 2023 mbas zgjedhjeve lokale. Domethënë ku zoti Basha ishte i tërhequr, po unë u përfshiva aktivisht, le të themi, që në nisët fushatës me ju ofruat vetë apo si u njoh? Gjysë për gjysë, po, në një farë mënyrë i erdhëm njëri tjetrit. Nuk është se ju erdhi të kuroje për shembull Bashat ose të kërkonte këshilla. Se jo normali do qese, s'ka asnjë gjë. Jo. Unë u ekspozova vetë me shkrime, me reagime dhe treguan interes atëherë zoti Alibet dhe zoti Beko që ishin, por më pas
u takova me zotin Basha dhe duhet ta konfirmoj këtë pjesën e humorit dhe të një përmbajtje shumë rinore, themi, në mënyrën e komunikimit, pavarësisht se çfarë është përpjekur të tregoj gjithë këtë kohë, por duket se ka kaluar atë kompleks, nëse mund ta quajmë të tillë. Unë e shoh goxhash të çliruar. Të vej ku të vej, është pak a shumë edhe historia e Bashës, i cili nuk ka çfarë humbet, vetëm mund të fitojë kësaj radhe. Kjo është e vërtetë. Në fakt nuk është tamam ku të vej, ka një plan shumë të që e di ku do vej. Domethënë pak a shumë. Pak a shumë. Ka një le themi span, një hapësirë pritshmërisht, sigurisht. Po, të cilat kam një përshtypje që mund të zvoglohen ose mund të kufizohen rreth tij. Si i bëhet pastaj? Për shembull, ju si e mendoni veten që unë do futem dhe mund të mos fitoj? Po, patjetër, po unë kam kaluar Rubikonin tashmë, Rodina. Nuk ka një rrugë mbrapa për mua përsa i përket angazhimit politik. Të paktën kështu siç ndjem tani, unë jam mësuar që ta dëgjoj veten vazhdimisht çfarë më thotë. Dhe sigurisht që varet nga çfarë do më thotë vetja, por në një farë mënyre, me gjithë këto vite eksperiencë, në mendjen time zakonisht krijohen, le themi, plane afatgjata tashmë, domethënë, duke u bazuar në ndjesitë e mia, por edhe në atë që unë mendoj që dhe ishte arrogante, po thoja parashikoj, po ndjej. Jo, s'është arrogante, patjetër që ju parashikoni, se ju jeni edhe ndjej, po. Njëri profesionist për më tepër, ju parashikoni për ne, jo për vetë. Është e qartë që jeni parashikues. Por dua të kuptoj këtë gjë që ju mund të ishit një individ shumë mirë i përfshirë tek Partia Socialiste, sepse ju keni bashkëpunuar me ta në kuptimin e politikave. Patjetër. Profesionistë. Mund të ishit aty për shembull. Po edhe për shkak të bashkëpunimit, unë kam punuar edhe për Organizatën Botërore të Shëndetësisë dhe OBSH ka punuar me qeveritë. Po edhe për shkak të këtij bashkëpunimi dhe mënyrës se si ka qenë ky bashkëpunim, në një farë mënyrë shije ime nuk ka qenë gjithmonë pozitive, do thoja. Por përveç kësaj, interesi im apo le themi përfundimet e mia nuk kanë të bëjnë vetëm me punën time të ngurë si profesionistit i shëndetit mendor. Unë shoh çdo ditë çfarë ndodh. Unë ndjej, dëgjoj dhe përballen çdo ditë me njerëz me probleme nga më të ndryshmet. Dhe të gjitha këto kanë një background politik. Kështu që sigurisht pastaj ka një pjesë, do thojon, të rëndësishme që është e dukshme dhe na bën si flashback çdo ditë në jetën tonë nga lajmet mbi sasinë dhe nivelin e korrupsionit dhe përfshirjes së krimit apo le themi të mënyrave të papërshtatshme të qeverisjes, do thoja. Dhe që sigurisht që unë nuk mund të isha pjesë e kësaj force politike. Ndërkohë ju keni një familje të vogël, po flas për familjen e krijuar me një yll të operas. Okay. Për një fëmijë të vogël, të cilët kanë angazhuar. Kam dhe 2 djem të rritur, po. Keni dhe 2 djem të rritur. Po. Pra, ka një familje të madhe mbas jush. Kam një familje relativisht të madhe. Okej, nuk e dija, po flas vetëm për këtë që shikoj. Dhe ndërkohë, duhet të ketë, zdi si ta shpjegoj, duhet të ketë tërheqje, duhet të ketë probleme në shtëpi, duhet të ketë përplasje, duhet të ketë si bëhet tani për shembull. Nuk e di se në lidhje me angazhimin tim. Po, unë mund të kem ndjerë pak shqetësim, pak merak kryesisht nga prindit e mi në fillimisht, po. Sigurisht ata kanë eksperiencën e jetës, por nga ana tjetër Pse, për përfshirjen politike? Po, për përfshirjen e politikë. Pse janë të marrë? Jo. Pse jeni në politikë? Ne vim nga një le themi trashëgimni
e qendrës së djathtë, le themi si familje, jemi mbrojtur në atë mënyrë. Unë personalisht e kam sfiduar vazhdimisht këtë mbrojtje, do të thënë duke futur veten time me mënyrën se si unë i kam parë gjërat, por përsëri kam ngelur aty, pra në një farë mënyrë kjo tash është me rrënjë të thella, do thoya. Dhe shqetësimi i tyre ishte kryesisht sepse unë mendosa të bëjmë pjesë e politikës në një periudhë goxha të trazuar, do thënë në Partinë Demokratike. Dhe siç është zakon në Shqipëri, kur ka konflikte, qoftë brenda apo jashtë, agresiviteti është pjesë e gjellës së përditshme të cilën ne konsumojmë, dhe shqetësimi i tyre ishte lidhur me këtë gjë, patjetër. Pra, pak frenues. Të shqetësuar, nuk do thoya frenues, të shqetësuar, ato ma din kokën tashmë. Dhe po tani i kam në krah. I kam në krah, po. Djemt? Djemt, njëri është më aktivisht për krahas, tjetri është jashtë Shqipërisë, sigurisht që emocionalisht është aty, po. Nuk dhe aty për të votuar. Ndoshta ndonjë surprizë. Ndoshta ndonjë surprizë, që e mirëpret. Po, patjetër. Ndërsa në shtëpinë e vogël, te familja e vogël, janë të shqetësuar se tani punët do i bien. Jo. Madje ndonjëherë perceptoj që shtysa më e madhe vjen nga bashortja ime se sa nga unë. Është shumë inspiruese, le të themi, për sa i përket këtij udhëtimi tim të ri. Më shoqëron çdo hap dhe më ndihmon për çdo gjë. Sigurisht një fëmijë i vogël në familje ka nevojë dhe meraku im i vetëm është pikërisht mungesa në të përditshmën e saj në këtë moment, por kemi gjetur ato, si thuash, rregullimet tona derisa fushata të mbarojë, pastaj të shohim. Të shohim të bëjmë. Po, bravo. Pra ajo frymëzon në këtë frenimin që mund të kesh pasur. Përpara është ajo që ka qenë më shtyse. Frenim nuk do të thoja, por ndonjëherë le të themi një shqetësim që po bëj gjën e dur për familjen time apo jo, domethënë dhe Simona më ka siguruar vazhdimisht që po bën gjën e dur dhe mos shif pas, kujdeset më për të gjitha. Bravo Simona. Një yll, mua më pëlqen shumë, ka pëlqyer që në erën e parë të saj të topi. Më pëlqen shumë. Zëri dhe portreti i saj. Ndërkohë ajo ka një motor që gjithashtu unë e kam shumë qejf. Si bër, ka nisë sherrë një çik në shtëpi, të vërtetën tani. Jo, nuk ka nisur fare, nuk kemi sherrë fare, ka një pranim total të themi. Shumë e vogël Shqipëria, domethënë shumë e vogël. Motra që unë them është Neda Balluku, një yll tjetër që unë e kam përsëri Xhan. Dhe Neda është kunata e Belinda Balluku. Tani kështu janë gjërat, ka që Shqipëria, me këta do martohemi ne. Po, do dilte ne. Sigurisht, nuk kemi asnjë, po ndoshta edhe sepse ne e kemi pranuar njëri tjetrin me gjithçka që është, më thënë, dhe thelbi i marrëdhënieve tona janë, le të themi, mënyra se si i mendojmë gjërat e të përditshme dhe marrëdhënie me njëri tjetrin. Kështu që nuk ka asnjë problem. S'ka asnjë problem edhe këtu. Sepse kjo është e bukur e politikës, që ndërsa ti shkon që të bësh politik, bepas je i rrethuar nga 100 sirena ose këmbana të vogla, të cilat bien pa pushim. Ndërkaq që me Lulzim Bashën është zgjedhja juaj, ju e pëlqyet në mënyrën se ai, sepse unë them Lulzim Bashë për shkak se dua t'i vëj emër partisë. Po, e kuptoj, është bërë zakon, domethënë që në Shqipëri forcat politike identifikohen me liderët e tyre, domethënë gjë që për mendimin tim është një nga gjërat që duhet ndryshojë sa më parë në këtë vend. Po duhet ta ndryshojnë këta vetë. Po, unë mendoj që kjo lëvizja jonë dhe këmbgulja jonë për të edhe listat e hapura, e themi, janë pikërisht për të forcuar individët që e përbëjnë forcën politike dhe jo kryetarët. Kështu që nuk e di, ju jeni vetë dëshmitarë e diskutimeve që ka pasur në forcat e tjera politike që kanë zgjedhur listat e mbyllura.
në raport me vendimarrjet, mënyrën se si janë marrë vendimet, produktet e këtyre vendimeve, hatërmbetjet apo konfliktet që kanë nisur mbas saj, domethënë. Po. Ndërkaq ju dua të kuptoj edhe këtë gjë si në listën e hapur, po ku, në cilën zonë jeni? Në Tiranë. Në qarkun e Tiranës. Në gjithë qarkun, domethënë ju merrni vota kudo. Secili për nesh, sigurisht që në një farë mënyrë kemi një lloj përqendrimi në zona të caktuara, unë jam këtu në zonën 105. Të kemi të zonës. Por i gjithë qarku i Tiranës, edhe Vora dhe Kamza dhe Rogozhina dhe Kavaja janë të ftuar të na mbështesin. Kuptoj, po këtu është më shumë përqendrimi në kuptimin e punës, po nuk ka që votat janë të hapura. Patjetër. Kudo, nga Kavaja, nga Vora mund të votojnë për ju. Patjetër. Mirë, në Kavaja dhe në Vorë mund të prisni një ditë tjetër, po më pëlqen ky fakt që këtu jemi tek pesa dhe te 105. 105, po. Dhe është një nga njësit më 4. Shumë bukur. Kjo jo, vërtet, unë mora shumë e gallat, pastaj thash ai më fiksoi numrin. Po. Unë e di, e ka fiksuar edhe Rama 5-ën, po Berisha nuk e di çfarë numri është Berisha. Ja, se di. Sepse duhet t'ja u fiksosh njerëzve. E di, po. A nuk e thua? Nuk jam kur ta them. Unë e di. Është njëshi. Në çaka. Berisha nuk të pëlqen fare. Në çfarë i bëri ai demokratisë? Zoti Berisha e kam njohur që në rinin time të hershme kur unë isha pjesë e lëvizjes vjetorit, kam qenë student mjekësie në atë kohë, pra Berisha dhe pedagog. Jo, nuk kam pasur pedagog, nuk kam pasur lidhje të drejt për drejt akademike me të, po të them të drejtën, që në hapat e para të politik bërjes, zotë Berisha, unë i kam frenuar pritshmëritë, domethënë, duke pasur parasysh një histori të caktuar individuale, le themi, dhe shenjat e para nuk mund të na shqyhet nga memoria, jo vetëm sepse e mbajmë mend, por sepse ka shkaktuar plagë të thella, ligji i famshëm 7501. Le themi, ato tendencët e para autokratike me kushtetutën e cila dështoi në 1994, pastaj 96, 97, na dhënë akoma më tepër informacione dhe unë jam tërhequr në sfond dhe nuk kam qenë aktiv personalisht në pra nuk kam qenë as aktivisht në politik, po as tifoz, le themi, politikës. Pavarësisht se kam qenë vazhdimisht votues, po. Po për këta njerëzit që duan ende informacion, se jo ju e thatë mirë, na dhanë mjaftueshëm informacion për Berishën gjithë këto vite. Mbas 97 është informacion do e më. Për këta që ende dhe në 2025 kërkojnë informacion për Berishën dhe kanë pritshmëri, çfarë mendoni për këtë lloj votuesi emocionalisht? Po, kjo është një nga tiparet fatkeqe të politikës dhe të mbështetjes së politikës në Shqipëri, ku politika shikohet si një ndeshje futbolli ku tifozët mbështesin skuadrat e tyre me fanatizëm, qoftë në humbje, qoftë në fitore, dhe kur nuk luajnë mirë, po edhe kur luajnë ashpër dhe dëmtojnë njëri tjetrin. Po, politika nuk është një ndeshje futbolli. Politika është diçka që ndikon në jetën tonë të përditshme në mënyrë të vazhdueshme. Ndeshja e futbollit mbaron, humbet, fiton, shkon në shtëpi dhe i kthehesh atyre problemeve, halleve apo dhe gëzimeve të përditshme që ke dhe ndoshta mbas një jave mund të shohësh një ndeshje tjetër. Politika na influencon neve në çdo moment të ditës, të javës, të muajit edhe të viteve, dhe qoftë në të tashmen tonë, po qoftë edhe në mënyrën se si ne shohim të ardhmen, jo vetëm për veten, po kryesisht për fëmijët tanë. Po, në fakt ju jeni një aset për Zotin Basha, vazhdoj unë me emrin e për koalicionin. Ani më lejoni ta them, se jo, është e dukshme në momentin që ai e nxorën jashtë partisë, sepse ashtu ishte u krijua
forca, u krijuan grupet, ai ngeli praktikisht vetëm dhe Rama në këtë pikë ngacmon që me kë je ti, kush është pas teje. Nuk është vetëm. Por jo, kjo është e dukshme që nuk është vetëm. Nuk është vetëm. Ne kemi një ekip, nuk do egzagjeroj, po thoya të shkëlqyer kandidatësh, që është një përzierje midis qëndrestarëve të, le themi, të strukturave të partisë dhe njerëzve të ri që kanë një profil të ngjashëm me timin, profesional, që kanë ngritur karrierën e tyre, profesionin e tyre, të pa ndikuar ose të pa varur nga qeveria apo nga çdo qeveri që ka qenë, le themi. Kanë bërë emër qoftë, le themi, shkencërisht, por kanë ngritur edhe mirëqenien e tyre të përditshme, duke luftuar fort për të kompensuar mungesën e mbështetjes. Pra kemi një grup që përfshin brenda vetes atë që ne për një parti të qendrës së djathtë është palca, që është shtresa e mesme. Unë nuk e di se sa ju mund t'i keni lexuar listën, më thëmë, po ka profesionist niveleve dhe të fushave të ndryshme të cilët janë dalluar profesionalisht. Nuk ka lexuar shumë, se nga që të jemi sinqert, na ka marrë vëmendjen edhe humori që bën Basha, dhe ai nuk ka folur shumë për substancën, duke sa për argëtimin. Mbase ka ardhur koha të na tregoj. Po ja, për fat mirë ju flisni vetë për veten, edhe uroj të ketë shumë të tjerë që flasin. Ka folur në intervistat e pakta fatkeqësisht që ka pasur mundësi. Po ka folur seriozisht mbi dy shtyllat kryesore në cilën mbështetet, themi, optimizmi, por edhe pikësynimi jonë, që janë programi i cili është miratuar që në qershor, është shpallur që në qershor të vitit kaluar, dhe pjesët e grupeve të punës kam qenë dhe unë vetë, pjesë e grupit të punës për shëndetësinë, dhe lista të cilat pjesa kryesore e listave u shpall që në shkurt të këtij viti. Përpara se çdo, po, ishim bërë gati shumë më përpara, dhe ngurrimi për të dalë me emrat më përpara ka qenë lidhur me çfarë do ndodhte me sistemin. Që u prit edhe vendimi i gjykatës kushtetuese, por që u konfirmua ajo që ishte vendosur nga të dy dinozarët e politikës në Shqipëri. Që e bëjnë të vështirë betejën, por gjithsesi unë e quaj gjithsesi e kam këtë droje që në një shoqëri që ka kaq shumë nevojë të flasë, ti hapet problemeve, diskutimeve për shëndetin e mendjes, ju futeni në politik, një emër i rëndësishëm, një emër shumë i rëndësishëm, kur ju kam pas atëherë në emision, shumë njerëz më kanë telefonuar dhe më thoshin që si mund ta gjej, ku mund të flas, besoj ju ndodh shpesh kjo që kur dilni në emision ju kërkojnë. Uroj të mos e lini profesionin. Jo, unë kam rënë dakord me veten, po edhe me partinë që çfarë do lloj gjëje që të ndodhi, unë do jem në, le të themi, i pranishëm edhe në profesionin tim. Sigurisht si deputet nuk do kem të njëjtën kohë të disponueshme për të bërë punën time klinike, po do jem aty patjetër. Se ç'po ndodh kështu në momentin që duheni më shumë ju futeni në politik, ai bëhet kryepeshkop dhe ai gjithashtu, gjithsesi ai është një kryepeshkopi e ka lënë prej kohësh. Po bëra shaka, duke thënë që ai ka përkitur mendjes dikur, ai punon në spitalin psikiatrik. Na ka treguar një koleg i tij, ai na foli pari, pastaj mësuam tek podcasti i Ramës. Po rëndësi ka që politika të zbutet, dhe njerëz si ju e zbusin. Kjo është e rëndësishme. Që ta kuptojmë që jo vetëm s'është lojë futbolli, por ama nuk është edhe lojë vrasëse. Absolutisht. Që s'duhet të vrasim njëri tjetrin, e kemi mbyll me ballista partizan, nuk ka kohë të kthehemi më. Se jemi pak, se nuk i mjaftojmë vetes, aq pak sa jemi për të vazhduar një luftë vllavrase që duhet mbyllur dhe duhet zhvillohemi se s'kemi edhe tjetër. Kjo është e rëndësishme. Po ka një gjë që kjo gjë të ndodh. Unë mendoj që politika shqiptare ka nevojë për një katarsis. Ka nevojë që sigurisht që drejtësia mund të kontriboj, por nuk është për mendimin tim e vetmja mundësi për katarsisin e politikës shqiptare.
Një pjesë e kësaj është hapësira pikërisht e listave të hapura ku popullsia ka mundësi për të votuar njerëzit. Dhe si grupimi jonë, por edhe 2-3 grupimet të tjera e kanë marrë këtë mesazh dhe po synojmë fort që të përqendrojmë të gjitha mesazhet tona pikërisht e kjo gjë të domethënia e listave të hapura, të rëndësia që kanë listat e hapura për të krijuar një hapësirë, një horizont shumë të rëndësishëm që e ardhme e politikës të mos jetë më riciklim i të njëjta figura, po jo vetëm figura, po të njëjtin mentalitet dhe mënyrës së politikë bërjes. Personat që vinë në parlament nga listat e hapura janë përfaqësuesit tuaj, po të drejtohen kamerës. Janë përfaqësuesit tuaj, nuk janë përfaqësuesit e kryetarëve, të asnjë kryetar. Janë përfaqësuesit tuaj, kanë marrë votën tuaj të drejtë për drejtë, kanë garuar për këtë gjë dhe do jenë llogaridhënës përpara jush. Shumë mirë. Kjo ishte e mirë dhe në vazhdim të kësaj dua përsëri një me kamerën, këtë herë përsëri. Dikush që të pyet, dikush një ish pacient, apo një pacient, apo një mik, apo një njeri i pavendosur për votën, se sa mirë që ka njerëz pavendosur për votën, më pëlqen. Kjo vendosmëria gjithmonë më ka trembur. I cili të thot, po pse ty, Neli, pse ty votën? Dhe ti e shikon në sy dhe i thua. Ndoshta mund të jetë e vështirë që njëri, unë për mua, le të themi, ka qenë e vështirë që të flas për veten time, po mendoj që është e rëndësishme që të flas për veten time në këtë moment dhe të sqaroj arsyet pse mund të më votojnë. Ajo që unë mund t'i ofroj, le të themi, popullatës, votuesve të mi, atyre që do më mbështesin, por edhe atyre që nuk do të më mbështesin. Sepse të jesh deputet nuk je vetëm përgjegjës përpara atyre që mund të kenë dhënë votën, do bësh gjëra të cilat janë në të mirë të popullatës në përgjithësi. Unë jam një person i cili është mësuar të dëgjoj mirë, është mësuar të depërtoj në ndjesitë e njerëzve, është mësuar të kanalizoj nevojat, t'i kuptoj ato dhe t'i adresoj ato, sigurisht në një nivel, le themi, më individual apo familjar, por shoqëria është përbërë nga individ dhe nga familje. Dhe problematikat janë të njëjtat, janë të ngjashme, dhe e gjithë përvoja ime në këtë aspekt është, mendoj unë, një siguri për të mos zhgënjur nga kontributi im personal. Çfarëdo që të ndodhë, le të themi, në parlamentin e ardhshëm, kushdo që të dominojë dhe të qeverisë, le të themi, unë do ofroj po të njëjtën gjë. Unë jam i bindur mbas gjithë këtyre viteve eksperiencë, që ka 4 parime kryesore. 4, po. Të cilat krijojnë, le të themi, kushtet e domosdoshme që një njeri, një familje, një shoqëri apo një kom ka nevojë për të çliruar gjithë potencialin e vet. Është liria, është siguria, është drejtësia dhe është përkujdesi. Përkujdesi i njerëzve me njëri tjetrin, por edhe përkujdesi i institucioneve për njerëzit. Pra, një vend që karakterizohet nga këto 4 parime të rëndësishme, le të themi, të jetesës dhe të funksionimit, qoftë marrëdhënieve individuale apo familjare, por edhe të marrëdhënieve institucionale, është një vend që çliron një potencial të jashtëzakonshëm dhe Shqipëria është një vend unik, është një vend i pasur, është një vend i bekuar, do thoja unë, nga Zoti apo nga natyra, pak rëndësi ka. Fatkeqësisht, nëse do përdor antonimin e bekimit, jemi të mallkuar nga një klasë politike e cila na ka mbajtur në një qark vicioz për kaq shumë kohë. Pra, me fjalë të tjera, nëse unë të vi për shembull dhe të ankohem që mua kam probleme gjumi, unë më del gjumi në mes natës edhe filloj mendoj që
nesër është dita e sigurimet janë rritur, taksat, rrogat, ti nuk po thua, merr pak kamomil, pak Xanax, po thua duhet të ndryshojmë sistemin e taksave. Absolutisht. Që ti të flesh gjumë më rehat. Absolutisht. Absolutisht. Pagjumësia nuk vjen nga hiçi. Është një produkt i gjërave që ndodhin brenda nesh, por gjërat që ndodhin brenda nesh influencohen nga gjëra që vijnë nga jashtë, patjetër. Dhe mënyra se si ne përballemi me këto gjëra, mënyra se si ne adresojmë këto gjëra që vijnë nga jashtë, qoftë nga marrëdhëniet tona, po qoftë edhe nga ambienti në cilin ne jetojmë. Unë fola realisht për vetë, mua vërtet ndër gjumi dhe mendoj kur dita e sigurimeve. Unë u bëra ca kohë tani që kur ka filluar angazhimi në fushat që gjumi dhe dita ime janë kështu të njëtrajshme. Njësoj, të dyja. Pothuajse. Po, në fakt, jemi pikërisht në kohën kur në të gjithë botën po flitet për kurën e gjumit, për nevojën për gjumë. Ndërsa ne këtu duhet të rim zgjuar, sa shumë zgjuar. Ma tha shumë bukur njëri që e çmoi shumë brëm, po flisja për më fal, tha që jam në punë, tha shumë pa problem dhe ai tha, dëgjoj tha. Puna e tepërt është haram. Dhe unë nuk e kisha dëgjuar kur këtë frazë. Unë e dija që është turp nëse nuk punoj, nëse nuk ri pa punë. Dhe kjo më duk normale për njerëz me mirëqenie, me njerëz cilët nuk kanë angazhime normale, njerëzore që duhet të argëtohen, që duhet të jetojnë dhe nuk kanë pse rinë gjithë ditën në punë. Balancimi punë jetë është shumë i rëndësishëm, sepse në fund të ditës kush janë produktet të cilat ne synojmë në jetën tonë, domethënë jemi mirë me shëndet, jemi të qetë ose të lumtur ose të gëzuar, dhe çfarë na bën neve të tillë është që të balancojmë të gjitha nevojat tona. Kur ka një egzagerim i njërës apo tjetrës anë, sigurisht që gjithmonë ka një problem. Ka një problem. Që duhet ta kërkosh. Përpiqet të kompensosh diçka tjetër që të mungon, duke le të themi qenë kështu vazhdimisht gjatë gjithë kohës në punë. Sigurisht nuk bëhet fjalë le të themi për situata të tilla të përkohshme siç është një fushat elektorale, të cilat kërkojnë një angazhim të jashtëzakonshëm dhe unë po e mësoj ditë për ditë këtë gjë tani. Se çfarë ndodh me angazhimin e gazetarëve, se janë vetëm politikanët, jo, vetëm punën tuaj, po gazetarë. Jo, është një gjë që është kaskadë, le të themi. Po, tamam. Pastaj shpërndahet dhe të gjithë e vuajnë. Po megjithatë, për fat të mirë, do fillojnë në 11 dhe do mbarojnë në 11, në kuptimin do mbaroj. Nuk e dim, po një farë mënyrë do kuptohet, edhe me sa duket ju do jeni këtu për të krijuar atë balancën që do trupi i pacientit, i votuesit shqiptar, s'po qenë pacient, s'është atë të jetë pacient, është votues. I cili po kërkon balancë. Ne jemi të gjithë potencialisht pacient. Në këndvështrime të ndryshme, po jemi të gjithë potencialisht pacient. A pse kështu është, domethënë, jo potencialisht jemi të gjithë njerëz normal, na vë lupën edhe je pacient. Po ashtu. Edhe kjo qëndron. Po. Por potencialisht çdo kush është pacient, domethënë ta shikoj veten me empati se. Po, patjetër. E bukur. Shumë e bukur. Në fakt, unë kam shumë dëshirë të flas me ju për profesionin, po nuk dua të heq balancën, domethënë. Ta mbarojmë një herë këtë që kemi nisur dhe mund të rikthehemi biseda profesionale. Po. Dhe më tutje pastaj. Po, sepse kjo që ka nisur është e re, është e rëndësishme, është balancuese dhe po, për mua është shumë e rëndësishme të ndërtohet. Është një shpresë për profesionistët. Unë më kujtohet përpara kur ishin zgjedhjet e fundit, kjo ka qenë urimi që i bëra Shqipërisë. U shtofshin profesionistët që përfshihen mirë në punën e tyre, qoftë edhe profesionistët në politikë. Domethënë nuk je me probleme në profesion kur futesh në politikë, përkundrazi je njëri i angazhuar edhe patriot. Rodina, unë gjithmonë kam qenë mendimin që nuk është politika që të bën pis. Janë njerëzit që futen në politikë që e bëjnë pis politikën. Sepse çfarë ofron politika? Politika ofron pushtet. Dhe në përgjithësi, ato që le themi kanë tendencën le themi të kenë nevojë dhe të duan ta kërkojnë pushtetin me çdo kusht, i thith politika, i krijon këtë habitatin e mundshëm për të pasur pushtet. Por ato nuk është se ndryshojnë në momentin që bëhen politikan apo kanë pushtet.
kanë qenë po të njëjtët njerëz, ndoshta në mënyrë më të kamufluar, mund të kenë mbajtur, le të themi, disa balanca, dhe në momentin që kanë pushtet, atëherë krijohet ajo e drejta në mendjet e këtyre njerëzve për të abuzuar me pushtetin. Pra, unë nuk mendoj që politika mund të bëj pis një person që ka një integritet tashmë të ndërtuar dhe e njeh veten mjaftueshëm mirë dhe di se çfarë është në të mirë të punës së vet, në të mirë të njerëzve që e kanë votuar dhe e kanë bërë të mundur të jetë në një post, dhe sigurisht që e reflektojnë, por edhe e justifikojnë besimin Mos ndoshta është pak herët për ta thënë këtë gjë, për shembull, ta zëm se ju jeni pjesë e një koalicioni fituesish, të bëni ministër i shëndetësisë dhe në tavolinë ju vjen përpara tendera ku vendoset me një firmë e drejta e duhura, po një firmë që ju rregullon jetën përgjithmonë. Siç shumica jonë mendojnë për ata që firmosin, ose ta shkatron përgjithmonë. Unë, në qoftë se është një firmë që ta rregullon jetën përgjithmonë, është e sigurt që do ta shkatrojë përgjithmonë. Janë bashkë. Po. Nuk është e sigurt. Sigurisht që unë e them këtë gjë tani me bindje të plot, pasi e njoh veten time sigurisht në pozita shumë të vogla, le të themi, të përditshmes, që kur mund të kem bërë, le të themi, në një moment të caktuar ndonjë kompromis, e kam paguar atë kompromis që kam bërë. Sigurisht asgjë në nivel korruptiv, po është një korrupsion i vogël me veten, le të themi, dhe jo të bëj keq për dikë tjetër. Kuptoj, do e paguash atë që do marrë. Absolutisht, për këtë jam i bindur. What goes around comes around, thot një shprehje, ose ne kemi një shprehje çik më agresive, siç na shkon për shtat, le të themi, po i bëre gropën tjetrit, bie vetë brenda. Po. Kështu që unë për këtë gjë jam shumë i qartë, më thënë, në këtë skenarin hipotetik të vendosjes së një firme, të cilën mendoj që nuk duhet dhënë. Në fakt, kjo është një kultura e bakshishit, kultura e korrupsionit, është një tmerësisht munguese. Po, korrupsioni nuk është krim në vetvete, unë mendoj që është kulturë problematike dhe fillon goxha herët në jetë. Dhe prandaj kam një lloj sigurie për të kuptuar, domethënë, që njerëzit nëse janë të korruptueshëm apo jo, sigurisht që e mirëpres të zhgënjehen pozitivisht, po që unë ju uroj gjithë të mira, se si kundër thash, jo vetëm aset për partinë koalicionin Euroatlantik, po jeni aset për profesionistët që kanë ndrojën të futem mos futem, edhe shbëjnë rinë Facebook. Po ai nuk është vendi profesionistëve. Andaj urime që Faleminderit. jeni. Faleminderit Urdina, faleminderit për ftesën. Ne do vazhdojmë të intervistojmë njerëz që përfshihen, që angazhohen, në fund të fundit. Edhe kjo që bëjmë ne është angazhim për atë që besojmë, për një Shqipëri që flet, për një Shqipëri që komunikon, për një Shqipëri që është kudo je ti, sepse ti je kudo. Ju mund të votojnë nga diaspora, mund të votojnë nga kudo, gjithandej, domethënë. Gjithë ato që votojnë në qarkun e Tiranës mund të më votojnë. Gjithandej. Edhe një regjia se iku. Se kështu Rame nuk thua besoj, nuk e bën atë. Ja. Po, kam bërë një kështu si montazh të një fotoje me tekstin që kam pothuajse recituar vetë. Po sigurisht është orame dhe ku i ke shokët, por ka një përmbajtje tjetër brenda, më dramatike do thoja, unë edhe që adreson në thelbin e problematikës. Po të jetë pa muzikë mund ta marrim, për ndryshe nuk na lejon YouTube-i, se YouTube-i ka... Jo, nuk është në YouTube, është në Facebook, është publikuar, po. Okej. Jo, kam këtë, se kemi hallin tonë të biznesin tonë. Po, kuptoj. Ka një muzikë, po që ishte
e lejuar, le themi, ishte lejuar. Po, se tani në kohën e fushatës mësojmë shumë gjëra për muzikën dhe për aktrimin dhe për të gjitha nga pak. Pastaj kthehemi te vetja dhe urojmë që kjo të zgjasë për gjithmonë. Regjistro, subscribe, Dritare Televizion Rodina Xhunga, janë 2 kanalet e tua ku sa po të bësh subscribe, do shikosh që bashkë jemi shumë. Bashkë bëhemi një zë edhe më ndikues se që jemi. Faleminderit që jemi shumë bashkë.